to the beginning. Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se keni ardhur. Ashtu sikur si çdo të njëjtë, pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning. Një kthim pas në kohë për personazhe të ndryshëm të jetës publike në vend dhe raportin që kanë ato me kohën. A është ai një dimension i mërzitshëm kur kalon edhe na bën më të plakur, apo është një dimension që na mbush me lumturi sepse në fundit, sa më shumë kalojnë vitet, aq më shumë të ditur jemi, aq më shumë përvoja kemi. Ne bashkë kemi njohur në korridorët e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, ku për një kohë të shkurtër un kam mbajtur një pozicion si specialiste marketingu, ndërsa ajo ishte një artiste e skenës në projektorët e dritave, përballë duartërkitjeve të publikut, dhe shumë kënaqësi që sot takohemi në studion e Top Albania Radios me Shpresa Pega Soprano. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma e dashur Kozeta. Edhe për mua një kënaqësi e madhe që rishihemi pas kaq kohësh. Një herë vija unë në punën tuaj, tani vini ju në punën time. Po. Që është kjo bot. Kemi Shpresa një kthim pas në kohë për të kuptuar më shumë atë që ndodh për të një personazh që ne e shohim në skenë. Sigurisht ajo perdja hapet mbyllet. Edhe që s'ka mbaron aty, na ka pëlqyer shumë, na ka pëlqyer më pak, por pak dim për jetën e personazheve që intervistojmë. Për shembull, nga vjen ti nga pikpamja profesionale, cila ka qenë kënga jote e parë që ke kënduar? Kush ka qenë një njerëz që të ka inspiruar, një artist që të ka frymëzuar? Po. Më ke kthyer shumë kohë përpara, pra në fëmijërinë time. Kur unë isha vetëm 9 vjeç, është kënaqësi kështu, vërtet, domethënë ti kujtosh, të kthesh pas në kohë. Unë jam aktivizuar në ish-shtëpinë e Pionierit numër 4, që kanë qenë dikur, shtëpitë e Pionierit, dhe aty këndoja në grupin e Fatosave me zonjën, e mbaj mend edhe emrin, Violeta Filaj. Zysha, po, mësuesja. Mësuesja e parë e kantos. Dhe punoja në shtëpinë ku drejtori ishte Jorgo Papinqi. Aty, duke u aktivizuar si fëmijë, ato pikasën talentin tim, dhe unë kam kënduar që në moshën 9 vjeçare që kam hipur për herë të parë në skenë, kam fituar çmimin e parë, e mbaj mend edhe këngën për pyetjen që më bëre, Festivali i Kafshëve, quaj. Dhe unë kisha 2 personazhe, kisha dhe autorin që këndoja një mace, një gomar, një shen dhe një këndes, një herë në një kohë e vën me fjalë, në borin e shtëpisë lopës një mëngjes, të bëjmë një festival. Pra këndoja këtë, pastaj këndoja dhe personazhin e macës. Miau, miau. Ajo ishte kënga që fitoi çmimin e parë. Pra ke kënduar këngë autor që në fillim, që në fëmijëri, nuk është se ke imituar këngëtarët e njohur. Ke kënduar këngë autor. Jo. Edhe kam kënduar këngë të Dorian Ninit, patjetër, dhe kështu nisi rrugtimi im. Pra daljet e mia të para në skenë. Sigurisht, duke qenë se unë vazhdoja të aktivizohesha në këtë shtëpi Pionieri, drejtori i aso kohe, i nderuari zoti Jorgo Papinqi, më rekomandoi dhe tha ti duhet të futesh në rrethin e kantos. Nuk e dija çfarë ishte rrethi i kantos. Dhe nuk e di, mua më ka ndjekur fati, pasi dhe aty erdhi dhe dha mësim zonja Ermelinda Paparisto, një nga sopranot më të mira. Dhe unë fillova të marr leksionet e para të kantos me zysh Ermelinda Paparisto. Në shtëpinë e Pionierit. Në shtëpinë e akoma në shkollë këtu. Jo, nuk jemi në shkollë. Dhe mësuesa Ermelinda mua më përgatiti për të konkuruar për liceun artistik, ku sigurisht edhe fitova. U futa dhe këtu filloi rrugtimi im profesional. Pra unë fillova të formohem si artiste. Pasi mbarova liceun artistik, sigurisht konkurova në Akademinë e Arteve, ku edhe aty fitova. Dhe pastaj pas laurimit tim, pas mbarimit të Akademisë së Arteve, konkurova në teatrin e operës. Atëherë të futesha në teatr ishte me konkurs dhe madje merreshin për bazë dhe mesatarja edhe notat. Pra, kur konkuronin, ishte njëri nga kriteret. Po, sepse ndoshta sot kanë ndryshuar gjërat edhe. Dhe unë fitova të drejtën për të futur dhe jam në vitin 1990
2009 unë u bëra pjesë e trupës solistëve të teatrit operës. Pra aty ka filluar rrugtimi im, pastaj si soliste në teatr. E mban mend rolin e parë si soliste në teatr? Pa diskutim që e mban mend. Atëherë, e mbaj mend edhe roli im I parë ka qenë jo kur kam qenë në teatr, kur kam qenë studente në vitin e 3. Kam interpretuar rolin e Dona Elvirës në operën Don Giovanni, Mozart. Sepse në ato kohë, duke qenë se neve në akademi bënim klasën e operës dhe kishim përsëri fat e quaj që punonim me artist, me njerëz të mëdhenj të artit shqiptar, ishte Bujar Llapi, ishte drejtor artistik në teatrin e operës, por jepte dhe dirigjonte klasën e operës. Edhe zoti Nikolin Gurakuqi, regjisor, ishte regjisori I klasës operës. Dhe sigurisht me iniciativën e tyre, ato donin të krijonin të sillnin pjesën e studentëve në teatrin e operës. Që do ishin më vonë ardhmja. Që do ishin ardhe, siç e ka sot për shembull La Scala, që ka akademinë e saj, pra I përgatit ata student, ata nxënës dhe pastaj ata japin këndojnë në teatr. E njëjta ide ishte edhe në atë kohë. Dhe në këtë produksion, në produksionin e Don Giovannit, u bën shfaqjet me trupën e teatrit operës, me solistët dhe u bën edhe 2-3 shfaqje me pjesën e studentëve që ishim ne. Pra unë kam deputuar në teatrin e operës njësoj si soliste, domethënë duke qenë ende në bangat e shkollës. Dhe kam qenë në vitin e 3 të akademisë. Pastaj e njëjta gjë ndodhi dhe në vitin e 4 me një tjetër produksion, Dasma e Figaros, dhe unë aty këndova rolin e Konteshës. Dhe pra mu bën 2 role përpara se unë të futem në teatrin e operës. Pra unë e kisha shkelur teatrin, skenën, e njihja teatrin dhe kur unë vajta dhe konkurova, tashmë unë e dija, domethënë procedurën, isha dhe e njohur, pse jo, domethënë më njifte orkestra e teatrit, më njifnin në teatr. Dhe kështu që roli im I parë ka qenë ende pa u futur në teatr. Pastaj kam bërë Fior di Ligji nga opera Così fan tutte dhe kështu vijuan pastaj rolet me radhë. Pasi unë bëra pjesë e trupës së teatrit operës, sigurisht pastaj unë aty e kisha detyrim, domethënë për të kënduar të punës, për të kënduar dhe vijuan dhe pasuan rolet me radhë. Tani që sezoni I ri I teatrit operës dhe baletit ka nisur. Dhe ti si e aty? Fatkeqësisht po. Të bëhet I ngjisë shkallët e atij oborrit të përparëm për të futur në sallë edhe për të parë kolegët e tu. Është një pyetje vërtet shumë delikate për mua, por sigurisht që unë do ta shpreh pa ndroje atë çfarë unë kam në shpirt. Në fillim kur më ndodhi, sepse unë kam 2 vite tashmë, madje ka kaluar dhe 2 vite, disa muaj që unë nuk jam më pjesë e teatrit operës, jo për dëshirën time, po për një padrejtësi që më është bërë, pasi unë kam fituar edhe gjyqin dhe në vendim është cilësuar që heqja ka qenë e pa justifikuar dhe e pa drejtë. Pra të kanë hequr nga puna nga teatri operës më shumë se 2 vjet më parë. Po, më kanë hequr nga puna. Dhe në vitin e parë, po them vitin, nuk po them muajt e parë, sigurisht domethënë ishte diçka domethënë që ndodhi erdhi krejt papritur dhe unë nuk e përjetova mirë dhe sigurisht as nuk kam kaluar andej. Fare, as nuk kam kaluar. Por mbas një viti, mbasi kishte kaluar një vit, unë kam shkuar në teatrin e operës. Kam parë 2 aktivitete për 2 njerëz që unë I dua shumë dhe I vlerësoj shumë. Një siç është Ermonela Jaho, një ndër. Dhe çuditërisht Kozeta, çuditërisht, domethënë unë ndjeva sikur unë kisha shkëputur kurrë. Mu tuk vetja, domethënë në vend që unë të përjetoja emocione, domethënë kisha menduar sikur si do shkelun aty, si do ndihem kur ti shikoj. Nuk e di, në fakt absolutisht asgjë nga këto nuk ndodhi.
thënë mua më duk sikur unë nuk kisha shkëputur kur. Ndoshta dhe ajo pritja që më bën shumë koleg kur më pan, do më thonë, shpresa ka ardhur, sa mirë. Më thënë, nuk e di, unë ndjeva shumë mirë edhe nuk e ndjeva fare. Më thënë, ndryshe nga ajo ndjen që unë përjetova vitin e parë të largimit tim. Do më thënë, vitin e parë unë nuk e di, unë as nuk kaloja dot andej. Pastaj më pas unë nuk e di, unë ndjeva shumë mirë. Shumë mirë, nuk e pata këtë sikletin që mendoja se do ta kisha. Shiko që ti me sinqert, unë kuptoj për shembull kur ishte nga puna një mësues ose një jurist, ku di unë për pa aftësi, ose unë nuk e di se si argumentohet heqja nga puna e një artisti, kush është matësi i performancës, i talentit. Ne për këto do të flasim më një herë pasi të dëgjojmë për shembull për shpresën dhe për gjithë dëgjuesit e radios. Ndoshta Bocelli, që ti jemi edhe pak më shumë pop, duke përfshirë muzikën klasike. Dhe kthehemi përsëri në studio bashkë. Rikthehemi përsëri në bisedë për të gjithë juve që jeni duke na dëgjuar në këtë moment, jeni në Top Albania Radio dhe po dëgjoni intervistën në Back to the Beginning me soprano Shpresa Beka. Më kujtua ai filmi i famshëm edhe kështu dhe ashtu. Andi Bega, unë vdes për të. Për të gjithë ata që humbasin programin premier, ju kujtoj që mund ta ndiqni të aksesuar në çdo moment që ju të dëshironi në kanalin zyrtar të Top Albania Radios në YouTube. E ishim tek Teatri Operës edhe tek shumë role, në dy të parat gjatë kohës ishe studente dhe më vonë të tjerat që kanë pasuar. A ka një rol në vëmendjen tënde Shpresa, të cilin nuk e ke luajtur akoma dhe të dëshiroje ta luaje, apo një tjetër që mund ta kishe përsëritur 100 milion herë pa u mërzitur? Patjetër. Çdo artist e ka rolin e tij të preferuar, edhe unë nga rolet që unë kam deputuar, që i kam kënduar, realizuar në skenë, është roli i Manonit, roli i Leonorës nga opera Il Trovatore. E kam pasur ëndër të këndoj Toskën. Ishte një rol që më përshtatet shumë, por shumë nuk arrita dot ta realizoj, me gjithë përpjekjet e mia. Rol tjetër i preferuar është Santuca, nga opera Cavalleria Rusticana. Pra janë rolet e repertorit tim, të zërit tim, janë role primare, janë role shumë të bukura dhe unë i kam shumë për zemër. Vështirë është në fakt të ndash nga njëri tjetri, por që roli që mua më ka ngelur peng, që nuk arrita do ta realizoj, ishte opera Toska. Roli Toskës, po. A ka pasur ndryshime performancash në varësi të dirigjentëve, regjisorëve? Sepse këngëtarët, interpretuesit, po themi, kanë atë teknikë të tyre, shtrirje vokale, nuk është as i bën më të mirë, as i bën më pak të mirë. Po ndoshta ndikimi i përvojave të dirigjentëve të ndryshëm, të regjisorëve të ndryshëm me të cilin keni punuar, a e ndryshon ajo llojin e performancës së një këngëtari lirik, po edhe tuajën konkretisht? Patjetër. Është pika kryesore dhe kyçe në realizimin e një produksioni. Dirigjenti mban peshën në gjithë anës muzikore, partit vokal të operës. Dhe sigurisht kur një dirigjent, kur një maestro, siç e themi ne, është një maestro i një niveli të lartë, pa diskutim që edhe gjithë stafi dhe personazhet detyrohen të këndojnë në një nivel të lartë interpretimi, sepse ai nuk të lë që ti të këndosh, sepse ka artist, domethënë që dalin edhe jashtë partiturës, aty ku është shënuar piano, ti do këndosh piano. Ku është forte, sepse vetë autori, Puccini ose Verdi, që janë autor, domethënë të papërsëritshëm, nuk vinë më. Ai e ka dhënë atë emocionin dhe ti si interpretues je detyruar të japësh atë çka ai ka krijuar. Jo ti sigurisht që ti mund t'japësh edhe nga vetja, domethënë ta shtosh atë emocionin, dozën e emocionit, ta transmetosh më mirë, është fjala e duhur, por asnjëherë të dalësh jashtë partiturës, pasi çdo gjë është e specifikuar në partiturë. Si shpjegohet që muzika lirike më zhdukur gjithmonë si matematik ndonjëherë? E para punës, para se të kalojmë këtu, çfarë raporti ke me aksesorët?
Pse kërcasin, Kur s'kam një mikrofon që të shtim shëticës, do vija aty njërën nga ato që të mos bënte zhurmë, do thoya shiko, ma jep njërën mua se jam pa brezillik në njërën dorë. Okej, duhet kem kujdes, e mora mesazhin. Duhet kem kujdes. Dhe ishim këtu, thamë, ndonjëherë muzika klasike mua personalisht më zhdukur si matematik, ja, pikërisht për shkak të kësaj eksaktësie nga e cila nuk del dot. Nuk patjetër, domethënë gjëja kur unë dëgjoj për shembull produksione të huaja dhe këngëtar të mëdhenj, them me veten time, si ka mundësi, këta nuk janë njerëz, këta janë robot, sepse janë aq preciz, aq korrekt me atë partiturën. Dhe vërtet është matematik, sepse vetë partitura ka një ritëm që ty nuk duhet të dalësh. Pra çdo gjë është e shkruar në partiturë, ritmi, koha, emocioni, piano, forte, crescendo, decrescendo. Kështu që prandaj është matematike, ke gjetur tamam. Cili është një artist ose artiste lirike që ti thua sa me fat jam që jetoj në kohën e saj, ose edhe artiste e kohëve të fundit, po flas ndërkombëtare. Edhe teatri ka pasur raste her pas here të sjell në fakt artistë të huaj, po qoftë edhe kështu, çfarë dëgjoni ju në mënyrë independente, të pavarur? Me thënë të drejtën, unë e kam Debules, e kam artisten time të preferuar, Ana Neptrepkon. Ajo është ruse dhe është një artiste, përveç se është shumë e zonja, pra është një diva absolute, ajo është edhe shumë njerëzore. Dhe është e vetmja, mund të them, nga artiste diva që ka bota, që ajo, domethënë, jeton emocionin, jetën, sepse unë e ndjek shumë, e ndjek jetën private të saj, domethënë, nuk e ka jetën vetëm art. Ajo kudo që shkon për të performuar, ajo shkon, viziton të gjitha muzeet, po merr dhe djalin e saj me vete. Pra, edhe bashkëshortin ajo e ka tenor të famshëm dhe ajo domethënë e shfrytëzon dhe pjesën e punës, e shfrytëzon edhe merr edhe motrën e saj me vete. Pra ka një grup të ngushtë familjar që atë e ndjekin kudo, i merr me vete. Dhe më pëlqen shumë. Pastaj këtu në Shqipëri kam, përveç se kam shoqe dhe mike, është krenaria e gjithë shqiptarëve, Ermonela Jaon. Ermonela është krenaria e gjithëve, vërtet. Ermonela të drithëron kur këndon, më thënë është vërtet një diva, nuk di, e kam Debulesë dhe Ermonelën. Dhe më vjen shumë mirë që në atë karike ku je ulur ti sot, 2 javë më parë ishte Ermonela në një intervistë që e kishin planifikuar prej kohësh, po hajde ta kapësh Ermonelën, së cilës unë i them gjithmonë, shumë e zën. E ke gati gjithmonë një valixhe poshtë shtratit për televizor. Vërtet. Bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe kthehemi përsëri në bisedë me shpresën. Mirë. Ka patur gjithmonë një gjykim, nuk dua ta quaj para gjykim, shpresa për muzikën klasike si arti elitar që pa dashje përjashton shumë njerëz ose ato që ne mund ta quajmë publik i thjeshtë. Mirë, por kjo na bie ndesh me pjesën emocionale, kur themi tani emocioni ose përçohet ose nuk përçohet, nuk ka nevojë që ti të kesh PhD për të ndjerë një emocion të dikujt. Në fakt, a është kjo një lloj klisheje që na është mësuar koka dhe veshit ta dëgjojmë shpesh, apo muzika, zëri, o shkon diku ose nuk shkon? Atëherë, unë nuk jam fare dakord me këtë gjë dhe këtë gjë e kam edhe të vërtetuar, domethënë e kam nga përvoja ime. Në radhë të parë njëherë do ta nis nga në kohën kur ka rjetuar Verdi, operat ishin popullore, pra ndiqeshin nga populli dhe bëheshin për popullin. Pastaj u klasifikuan, pra që në piknisje opera nuk është vetëm për një publik të caktuar. Kurse e dyta, unë kam pasur njerëz, mikesha të mia, që kanë ardhur në opera, nuk kishin qenë ndonjëherë në opera dhe kanë ardhur për shpresën, për të parë shpresën. Dhe jo vetëm që janë kënaqur, por nuk janë darë më nga opera. Muzika, kur
kur arrin të përçohet, ashtu siç thëtë ti, pra kur arrin të këndohet, të luhet, të interpretohet bukur, nuk ka absolutisht asgjë të caktuar. Nuk ka barriera, nuk ka kufi. Nuk ka barriera, nuk ka kufi. Ky është mendimi im dhe këtë e kam edhe nga përvoja. Më thënë shumë njerëz që vërtet nuk ndoshta dhe nuk kanë pasur deri në një moment të caktuar kohën, mundësinë për të vajtur në opera. Në momentin që kanë ardhur në opera, nuk janë ndarë më prej saj. Po sigurisht është artisti ai që e tërheq, pra e bën këtë publik, qoftë popullor, qoftë i një niveli të caktuar, pra e bën për vete, sepse nga interpretimi yt ti lën bresa tek publiku, pra sjell pikërisht atë impaktin. Nuk ka gjë të caktuar tek publiku. Publiku o godet ajo që the ti, ose po ke qardhje që kjo muzikë, kjo lloj veprimtarie kulturore, artistike, nuk i prodhon numrat në audiencë, po flas, si muzika pop, muzika e lehtë, e ku diun, të tjera si këto. A ke menduar ndonjëherë për shembull veten tënde duke thënë sikur të kthehesha pas në kohë, të kisha kënduar muzikë popullore, të argëtoja njerëzit në dasma, ku diun, të shkoja në festival, do bëja klipe, a nuk e di se si, a ke çuar ndonjëherë në përmend? Kjo është një pyetje shumë interesante dhe faleminderit që ma bëre këtë pyetje. Atëherë, muzika klasike është vërtet për të ardhur keq në fakt që në kohët e sotshme brezi i ri nuk e preferojnë shumë muzikën klasike. Pra janë shumë të prirur nga muzika jazz, blues, pop, muzika e lehtë, soul, e më the thash, popullore. Dhe janë ndihen të vlerësuar edhe nga ana monetare, por edhe nga ana e famës. Do më thënë, me një dalje në një muzikë të lehtë ose popullore, ti krijon një popularitet shumë më të shpejtë dhe shumë më të madh ndoshta se një artist që mund të ketë vite në teatrin e operës. Njësoj si në rastin e teatrit të dramës, pra më shpejt në një film edhe më rrallë në një teatr dramë. Shumë e vërtet. Kurse me mua personalisht ka ndodhur që un kam qenë aq e pasionuar, e kam pasur ëndër muzikën operistike. Pra unë thjesht kam ndjekur ëndrrën time. Nuk është se jam bërë pishman, nuk bëhem pishman kur, sepse të ndjekësh ëndrrën asnjëherë nuk ka mundësi ta ndjekë ëndrrën. Po, por që nga ana tjetër them që nëse unë do t'isha marrë me vokalin, me zërin që kisha, do t'isha marrë me një tjetër gjini, për shembull me muzikën popullore, me muzikën, sigurisht do kisha pasur të ardhura më të mira, ndoshta edhe më shumë famë, sepse tani gjërat kanë ndryshuar dhe për këtë më vjen mirë. Syt nga opera janë drejtuar, opera po shikohet me tjetër sy, që edhe në rikonstruksionin e saj që u rregullua, sepse ne kemi kënduar në vitet kur unë kam mbaruar shkollën, opera ishte në një gjendje katastrofë. Do të thonë kemi kënduar në kushte as pak normale. Kështu që sot gjërat kanë ndryshuar. Mirë po të rinjt nuk e preferojnë shumë. Është edhe një arsye tjetër madhore që pse të rinjt nuk e preferojnë shumë, sepse rrugtimi në opera është shumë i gjatë. Është shumë i gjatë. Pra unë për të bërë kjo që jam sot, kam filluar që nuk po them vitet e fëmijërisë, nuk po i quaj ato, por të paktën vitet kur unë fillova të marr leksionet e para të kantos, që ishin pa u futur akoma në liceun artistik. Pra imagjinoni sa vite, gati 30 vite, dhe të bësh një këngëtar i arritur në teatrin e operës, dhe të kesh një nivel të mirë, duhen gjithë këto vite punë për kushtim. Është ndryshe nga muzika e lehtë, që ti menjëherë me një trampolin, me muzikën klasike nuk ndodh kështu. Pra kërkon më shumë impenjim, kërkon më shumë sakrifica, vetëm për të dalë, për të arritur qëllimin. Madje mund të them që ka edhe nga ata që dorëzohen rrugës, edhe nuk e vazhdojnë. Di un plot zëra të bukur, shumë të talentuar, shumë e lodhshme, apo edhe e kanë lënë. Janë të rreshtur, shumë prova. Shumë. Domethënë është një rrugtim më i gjatë, më i lodhshëm, por që sigurisht pastaj
kur e vazhdon, kur nuk dorëzohesh, është, nuk e di, unë e kam ëndër muzikën klasike. Pra, kjo ëndër nuk u zbe asnjëherë në atë teatrin e ftohtë, në atë teatrin pa kushte, në atë teatrin shnjerzor, ku diun. Absolutisht. Jo. Absolutisht, përkundrazi neve kemi bërë vepra, mbaj mend kur kam kënduar operën Norma, dhe me këtë vepër unë kam marrë dhe çmimin kult si artistja më e mirë në vitin 2010. Mbaj mend, është bërë në muajin janar dhe shkurt, në ditët e para të shkurtit, sepse kemi bërë 5 shfaqje. Dhe ishte me -3 temperatura dhe neve kur këndonim na dilte avull nga goja. Dhe opera Norma, nëse domethënë regjia ishte që ne duhet ishim zbathur me nga ato asandale jo, me dirripa, domethënë sepse bëhej fjalë për priftëreshat e priftërinë, domethënë ishin me veshje priftëresha, sepse ngjarja zhvillohej në atë kohë. Dhe nuk e di, një tmerr. Do të thënë një tmerr, dhe ne jo që nuk e kemi ndjer, po shquar salla në këmbë, njerëzit kanë qenë të ulur anash, pra vendet ishin të gjitha të zëna dhe kanë qenë të ulur anash. Më thon, këndonim me shpirt, këndonim me dhe nuk e ndjenim fare këtë gjën. Dhe sot artistët e rinj që kanë fatin të interpretojnë atë skenë, domethënë trajtohen tamam si artistë të vërtet. Ne kemi bërë shumë sakrifica në atë skenë. Shumë sakrifica. Harova të pyes në fillimet e tua, nëna, babai, tezja, halla, ku diun, ndonjë gen artisti në familjen tuaj ose në fisin tuaj të ngushtë? Jo. Unë artist që të kem, për shembull, dikë një artist profesionist që them jam me filanit ose jo. Por di të them që babai im ndjes past ka pas një zë shumë të bukur. Dhe unë sa herë i thoja babit, ne kur këndonim në festa familjare dhe kështu ai gjithmonë këndonte tha, babi, thoja unë, nëse ti do të ishe këngëtar, do ishe një bariton i shkëlqyer, sepse këndonte shumë intonuar, me atë zërin e bukur të fuqishëm, dhe ndoshta unë kam marr genet e tij, por që të kem ndonjë njeri në fis, jo, nuk kam. Po në familjen tënde djali yt ndonjë qef të madh mos për të kënduar, po të paktën për ta shijuar këtë lloj arti. Po, se është rritur aty ai tani. Po, është e vërtetë dhe kur thuhet që vërtet trashëgohen që nga e vërtet. Djali im e ka trashëguar këtë gjë. Djali ka një zë shumë të bukur, ka dhe një vesh shumë të mirë. Dikur kur ishte më i vogël unë e aktivizova, por ai ka zgjedhur rrugën dhe djali studion për arte. Dhe është në vitin e dytë master dhe është për dramë. Por që ka zë shumë të bukur. Dhe vërtet unë kam, domethënë deri në kur kam qenë 6 muaj që është Azan, unë kam kënduar. Kështu që ai si duket e ka ndjer, e ka marr atë. Po kam kënduar. Deri ushtrosha rregullisht dhe kam kënduar, kam dalë edhe në koncert. Deri në 6 muaj. Ne do të themi përsëri në ndërhyrjen e fundit se tani shkuam në një drejtim tjetër, si është të jesh spektator i fëmijës tënd tani. Dëgjoj muzikën dhe kthehemi përsëri. Më the që djali është student për dramë. Nuk e di nëse ai ka pasur të njëjtin fat si ty që të luajë ndonjë pjesë njësoj si ti në opera kur ishe studente, që ke luajtur rolin në opera. Ka pasur mundësi përveç pjesëve të shkollës të angazhohet diku ytbir, dhe si është të rrish tani në karrigën e spektatorit? Nuk e di, po emocione më të mëdha nuk kam përjetuar ndonjëherë. Vërtet, domethënë që ka emocione madh, shumë. Unë nuk kam pasur për veten time kaq shumë emocione. Sigurisht emocione ka çdo artist që del në skenë, por kaq shumë sa kam për tim bir, jo. Është bukur edhe pse janë këto emocionet, sepse unë e dashuroj artin, jo që jam vetë artiste, por domethënë e ndjej në genet e mia, në gjakun tim. Djali ka zgjedhur një deg, dramën. Unë u çudita në fakt. Madje kur ai më tha që mami, unë kam qef të bëhem aktor, unë nuk e besova. Thash, po nga doli kjo? Sepse gjithmonë mendoja që ai do bëj këngëtar, duke pasur mamën këngëtare, duke më dëgjuar mua gjithë ditën, duke pasur një zë të bukur, një vesh të mirë, mendoja që edhe ai ndoshta do ndikojë dhe do zgjidhte këtë gjë. Por jo, ka ndodhur shumë rastësisht në fakt, në shkollën Partizani ku ai studionte,
vjen një grup artistësh të cilët bëjnë një projekt, po, teatrit të rinjve, po. Bravo, dhe aty ato e përzjedhin djalin tim dhe i besoj një rol. Ai ishte një monolog, në fakt, një monolog dramatik. Tani nuk e mbaj mend eksaktësisht autorin, që mos gaboj, më mirë mos ta them, po ishte një monolog dramatik, pra ishte një gjë shumë e vështirë. Dhe unë kur kam parë djalin, më thënë njerë, deri përpara se ai të shfaqej në skenë dhe ta bënte këtë interpretimin e tij, mua më ka dalë zemra nga vendi se thoja. Dyshuese gjatë gjithë kohës. Po, pikërisht. Domethënë dyshoja, thoja, po jo, nuk ka mundësi, si kur e kam parë pastaj në fund vetëm kam ndetur, jam e shtangur dhe djali ishte edhe pretendent për të marrë edhe çmim. Aq bukur e interpretoi dhe aty i veshën edhe me personazhe, domethënë ishte vërtet personazhi vërtet në të gjithë aspektet. Nuk është puna që interpretoi, po ishte i veshur edhe me kostumin e personazhit dhe unë aty u ndala dhe mendova. Thash, jo vërtet, domethënë që djali paska, sepse në art, kozete dashur, duhet të kesh talent. Kur the që parë, unë mendoja se djali do bëhej, thash ku diun mjek, para se toje këngëtar, thash ëndra e çdo prindi, sidomos ata që merren me art, sa do të ta duan për veten e tyre, shpesh thon për punën e perspektivës së fëmijëve të tyre, por ja pra që ato ëndrat ndonjëherë janë shumë të rëndësishme sa ato parat që kemi në xhep, sepse ato na bëjnë të lumtur. Realizimi i ëndrave na bën të lumtur. Edhe unë uroj shumë që ta ketë jetën e gjatë në skenë dhe të bëj, ta shijoj atë që bën. Lum goja. Kam një pyetje të fundit që ja bëj çdo të ftuari. Shpresa. Çfarë është koha për ty? Atë mërzit koha që kalon? Do dohet ishe 20 vjet më parë, 30 vjet më parë, apo mendon se po të ishe 20 vjet më parë nuk do dije këto që di sot, 20 vjet më pas? Atëherë, koha është shumë e çmuar. Jo vetëm për mua, po për çdo njeri. Me thënë të drejtën, sigurisht që neve nuk mendojmë njësoj, si 20 vjeç, si 40. Domethënë, piqemi, maturohemi, marrim disa leksione nga jeta. Kush është i mençur, ato gjërat e këqija që ndodhin në jetë, i përkthen, pra i çon në shërbim të vetes së tij. Për mirë, pra nxjerr ca leksione të mira. Dhe unë pas shumë gjërave që kanë ndodhur në jetën time, edhe maturia e moshës sigurisht, kam filluar të shoh gjërat ndryshe dhe kam filluar ta jetoj jetën edhe më shumë se më parë. Pra ja di vlerën më shumë çdo gjëje që nuk ja dija kur isha 20 vjeç. Kështu që nuk më vjen keq që koha ikën, do më vinte keq nëse neve këtë kohën ton nuk do ta jetonim dhe nuk do ta shijonim ashtu siç duhet. Pra, nuk do t'i merrnim esencën, nuk do ta shfrytëzonim. Po, për këtë do vinte keq. Kishim ngjarje të kaluar në raport me kohën. Pikërisht. Unë uroj shumë që ti të këndosh në skenë, të rikëndosh në skenë, të rikëndosh në skenën e teatrit, operës dhe baletit. Edhe unë dëshiroj shumë këtë gjë. Të uroj Toskën. Klumb goja, faleminderit, shpresoj. Të uroj Toskën. Nuk e di. Shi, një grua e përlotur në një studio radio televizive për Toskën. Kjo i bie të jetë fuqia e ëndrës. Faleminderit e dashur. Faleminderit shpejta. Najsi. Kështu pra, këto rrëfimet e bukura, asnjëherë nuk kam qenë e mendimit që duhet të na dalin lotët që të kemi sukses. Asnjëherë s'kam qenë. Ndonjëherë njerëzit e shtyn veten drejt mundimit që të tregohen emocional, por nuk janë këto rastet. Njerëzit e fortë ndonjëherë kanë pikat e tyre të dobta që lidhen me ëndrat e tyre. Natë e mirë, do të shihemi, do të dëgjojmë sërish sot një javë.